Përshëndetje, mirë se erdhët në Ultra Faktor. Sot do të tregojmë për horoskopin e sotëm. Dashi sjell energji të fortë dhe dëshirë për ndryshim. Në punë ndihesh më i motivuar dhe gati të përfundosh detyrat e mbetura pezull. Një ide e re mund të jap drejtim tjetër profesional, por mos nxito me vendime të mëdha. Financat janë të qëndrueshme, megjithatë, shmang shpenzime impulsive. Në dashuri kërkon pasion dhe sinqeritet. Partneri vlerëson hapjen tënde emocionale, ndërsa beqaret mund të kenë një johje interesante. Sot jemi i drejt për drejt në komunikim. Demi. Kjo ditë të fton të fokusohesh tek stabiliteti dhe mirëqenia personale. Në punë kërkohet durim, por përpjekjet e tua japin rezultate konkrete. Financat kërkojnë menaxhim të kujdesshëm, sidomos për shpenzime familjare. Në dashuri dëshiron siguri emocionale dhe gjestet e vogla, por domethënëse partneri reagon pozitivisht ndaj përkujdesjes sate, ndërsa beqaret mund të ofrohen me dikë që ndan vlera të ngjajshme. Binjakët nxjerrën pa aftësi e tua, komunikuese dhe kreativitetin. Në punë favorizohen bashkëpunimet dhe shkëmbimi i ideve. Një informacion i ri mund të hapë rrugë interesante. Financat janë neutrale, por shmang premtimet e nxituara. Në dashuri kërkon lidhje mendore dhe biseda të thella. Partneri mund të kërkojë me shumë vëmendje, ndërsa beqaret tërheqin njerëz kurreshtar. Sot mendja jote është aktive, por lodhja mendore mund të shfaqet në mbrëmje. Gaforja. Kjo ditë thekson ndjeshmërinë dhe marrëdhëniet familjare. Në punë kërkohet bashkëpunim dhe durim. Mos i merr personalisht komentet e vogla. Financat janë të qëndrueshme, por planifikimi për të ardhmen është i rëndësishëm. Në dashuri kërkon ngrohtësi dhe siguri emocionale. Partneri vlerëson përkujdesin tënde, ndërsa beqaret ndihen më nostalgjik. Sot është ditë e mirë për të rregulluar ambientin e shtëpisë. Shëndetin emocional përmirësohet me pak qetësi dhe reflektim. Luani sjell vetbesim dhe dëshirë për të shprehur. Në punë mund të marrësh vëmendje për kreativitetin ose një projekt personal. Financat përmirësohen gradualisht, por kërkohet planifikim. Në dashuri dëshiron admirim dhe afeksion. Partneri reagon mirë ndaj sinqeritetit, ndërsa beqaret tërheqin shikime pa shumë përpjekje. Energjia fizike është e mirë, por mos e tepro me aktivitetin. Sot është ditë e favorshme për art dhe argëtim. Virgjëresha. Kjo ditë të shtyn drejt organizimit dhe përmirësimit të zakoneve. Në punë je shumë produktiv dhe vëmendja ndaj detajeve sjell rezultate konkrete. Financat janë në kontroll, por shmang shpenzimet e panevojshme. Në dashuri kërkon stabilitet dhe komunikim të qartë. Partneri vlerëson sinqeritetin tënd, ndërsa beqaret mund të njohin dikë përmes ambientit personal. Sot mendon më shumë për shëndetin personal. Peshorja. Sjell nevojë për harmoni dhe ekuilibër. Në punë kërkohet diplomaci, sidomos në bashkëpunime. Je i aftë të ndërmjetësohesh dhe të gjesh zgjidhje të drejta. Financat janë stabile, por shmang shpenzime luksi. Në dashuri dëshiron romantik dhe qetësi emocionale. Partneri vlerëson gjestet e vogla, ndërsa beqaret mund të përjetojnë një flirt të këndshëm. Akrepi. Kjo ditë sjell fokus të fortë dhe dëshirë për transformimin personal. Në punë tregon vendosmëri, por shmang konfliktet e panevojshme. Financat kërkojnë strategji afatgjatë. Në dashuri, emocionet janë intensive. Partneri ndjen përkushtimin tënd, ndërsa beqaret mund të përjetojnë tërheqjet e fortë. Sot je më introspektiv dhe mendon për ndryshimin e rëndësishëm. Kujdes me xhelozinë ose kontrollin. Shigjetari të sjell optimizëm dhe dëshirë për horizonte të reja. Në punë favorizohen idetë kreative dhe projektet me vizion. Financat janë të qëndrueshme, por planifiko me kujdes udhëtimet ose investimet. Në dashuri kërkon sinqeritet dhe hapësirë personale. Partneri vlerëson energjinë tënde,
pozitive, ndërsa beqaret mund të njohin dikë nga një rreth i ri. Sot je i drejt për drejt, por kujdes me fjalët e nxituara. Britsjapi. Kjo ditë fokusohet tek përgjegjësitë dhe ambicjet profesionale. Në punë shfaq disiplinë dhe seriozitet, duke fituar respekt. Financat përmirësohen gradualisht, fal vendimeve të mençura. Në dashuri mund të dukesh i rezervuar, por partneri ndjen stabilitetin që ofron. Beqarët tërhiqen nga persona serioz. Sot mendon shumë për strukturën e jetës dhe planet afatgjata. Ujori. Nxjerr në plan mendimin tënd inovativ dhe dëshirën për ndryshim. Në punë sjell ide origjinale dhe mënyra të reja. Financat janë neutrale, por shmang rreziqe të panevojshme. Në dashuri kërkon lidhje mendore dhe pavarësi. Partneri duhet të kuptojë nevojën tënde për hapësirën, ndërsa beqaret tërhiqen nga personat e pazakontë. Sot je më humanitar dhe mendon për të mirën e përgjithshme. Peshqit. Kjo ditë thekson intuitën dhe ndjeshmërinë tënde. Në punë përdor kreativitetin për të zgjidhur situata delikate. Financat kërkojnë kujdes, sidomos me premtime ose huazime. Në dashuri, je romantik dhe empatik. Partneri ndjen afërsinë emocionale, ndërsa beqaret mund të përjetojnë një lidhje të butë. Sot je më ëndrrimtar, por mos humb kontakt me realitetin. Shëndeti emocional përmirësohet me muzikë ose art. Një kujtim i vjetër rikthehet. Familja ofron mbështetje të sinqertë. Është ditë e mirë për reflektim dhe falje. Mbrëmja sjell qetësi shpirtërore dhe ndjesi shprese. Pra, sot 8 shkurti, energjia e yjeve është e favorshme për reflektim dhe përqendrim në vetvete. Shumë ndjenja, ndjej nevojën për qetësi dhe për të organizuar prioritetet e jetës. Marrëdhëniet personale kërkojnë vëmendje, komunikimi i hapur dhe sinqeriteti do të ndihmojë për të zgjidhur çdo keqkuptim. Beqaret kanë mundësi takimesh të papritura, por tërheqja shpesh vjen nga persona me energji të thellë emocionale. Në punë dhe karrierë, intuita dhe kreativiteti janë aleatë të fortë. Projekte që kërkojnë vendime të guximshme mund të përfitojnë nga iniciativa e sotme. Financat kërkojnë kujdes, shmang shpenzimet impulsive dhe vepro me maturi. Shëndeti është indikuar nga energjia emocionale, prandaj pushimi, meditimi dhe aktivitetet relaksuese janë të domosdoshme. Sot është një ditë për të dëgjuar intuitën, për të vepruar me zemër dhe për të vendosur bazat e forta për muajin në vijim. Faleminderit që na dëgjuat në Ultra Faktor.